Teza e nobelistit japonez në mjekësi, agjerimi rinovon qelizat dhe rrit jetëgjatësinë. Biologu japonez i qelizave Yoshinori Ohsumi fitoi çmimin Nobel në mjekësi në vitin 2016 për kërkimin e tij se si qelizat riciklojnë dhe rinovojnë përmbajtjen e tyre, një proces i quajtur autofagji. Agjerimi aktivizon autofagjin e cila ndihmon në ngadalësimin e procesit të plakjes dhe ka një ndikim pozitiv në rinovimin e qelizave. Por çfarë është autofagjia? Gjaturisë, qelizat shpërbëjnë proteinat dhe komponentët e tjerë të qelizave dhe i përdorin ato për energji. Gjatë autofagjisë, qelizat shkatrojnë viruset dhe bakteret dhe shpëtojnë nga strukturat e dëmtuara. Është një proces që është kritik për shëndetin, rinovimin dhe mbijetesën e qelizave. Ohsumi krijoi një fushë krejtësisht të re të shkencës me punën e tij duke studiuar autofagjin në maja. Ai zbuloi se gjenet e autofagjisë përdoren nga organizma më të lartë, duke përfshirë njerëzit, dhe se mutacionet në këto gjene mund të shkaktojnë sëmundje. Kafshët, bimët dhe organizmat njëqelizor mbështeten në autofagji për t'i bërë ballë zisë së bukës. Edhe pse u zbulua për herë të parë në vitin 1960, kërkimet e tij nga fundi i viteve 1880 dhe fillimi i viteve 1990 deri në ditët e sotme kanë treguar që autofagjia ka një rol në mbrojtjen kundër inflamacionit dhe në sëmundje si demenca dhe Parkinson. Kur Ohsumi filloi të studionte autofagjin, kishte më pak se 20 punime të botuara çdo vit mbi këtë temë. Tani ka më shumë se 5.000 çdo vit, pasi është subjekt i fushave të ndryshme duke përfshirë kancerin dhe studimet e jetëgjatësisë. Agjerimi për shëndetin. Shkencëtarët kanë zbuluar se agjerimi për 12+ deri në 24+ orë shkakton autofagji dhe mendohet të jetë një nga arsyet që agjerimi lidhet me jetëgjatësinë. Ekziston një grup i madh kërkimesh që lidhin agjerimin me përmirësimin e kontrollit të sheqerit në gjak, uljen e inflamacionit, humbjen e peshës dhe përmirësimin e funksionit të trurit. Agjerimi në zonat blu. Gjatë gjithë historisë së njerëzimit, agjerimi ka qenë pjesë e praktikave fetare, shpirtërore dhe shëndetësore. Në rajonin e zonave blu të Ikarias, njerëzit jetëgjatë atje mbajnë rreth 150 ditë agjerim fetar në vit. Agjerimi për periudha të gjata duhet të bëhet gjithmonë nën mbikëqyrjen e mjekut, nëse nuk hani pas orës 19 deri në orën 7 të mëngjesit të nesërmen atëherë. Ky është teknikisht një agjerim 12 orësh, edhe pse vakti ynë i parë i ditës quhet mëngjesi. Dr. Walter Longo, drejtori i Institutit të Jetëgjatësisë në Universitetin e Kalifornisë Jugore në Los Angeles, rekomandon që shumica e njerëzve të hanë 2 vakte në ditë, sepse kanë probleme me ngrënien e tepërt. Nëse dikush ha vaktin e fundit në orën 16 dhe ha mëngjes të nesërmen në orën 7 të mëngjesit, atëherë ky është një agjerim 15 orësh.